Në këto raste kemi një ullje të tensionit, dhe mirë është që personi shpejt pak krip poshtë gjuhës, ose diçka me pak krip që mund ta marrë ta pi, kos me krip, ose dhall me krip, ose diçka tjetër. Paralelisht me këtë, ai duhet menjëherë të marrë të vendosi borsa me ujë të ngrohtë, ose këmbët në ujë të ngrohtë, ose shishe kështu me ujë të ngrohtë, në mënyrë që të fillojmë pak nga pak të rrisim temperaturën e trupit dhe të nxisim, të ndihmojmë qarkullimin e gjakut. Mirë është që personin të mos ta mbajmë në këmbë, ta shtrim në një ambient kudo që të ndodhemi, dhe menjëherë të fillojë masazhi i gjymtyrëve dhe vendosja e borsetave me ujë të ngrohtë ose shishe me ujë të ngrohtë, t'ja vendosim në këmbë, në gjujmë, poshtë. Pra mos ta kemi me atë tensionin, si thua 80 me 50 ose 90 me 60, po të ngrihet, të kalojë 100, të kalojë dhe 120, edhe më shumë. Është dëmshëm ai tensioni i ulët? Po, është e sigurt që këta e kanë tensionin e ulët. Po është i dëmshëm, them, me 6, 8 me 5. Iku, po, ajti 5 me 0, ku do vesh?